Samitin e NATO-s, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e përdori për të përcjellë një mesazh të qartë. Armpushimi mes Izraelit dhe Iranit duhet të bëhet i përhershëm dhe të vendoset pushimzjarri në Gazë në mënyrë që të lehtësohet kriza humanitare në enklav. Zyra e Erdoganit njoftoi se gjatë samitit kreu i shtetit turk zhvilloi bisedime me udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë, me të cilët ka folur për tensionet rajonale, lidhjet dypalçe, raportet me Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Ai u takua edhe me shefin e shtëpisë së bardhë Donald Trump. Presidenti Erdogan ka mirëpritur pushimin mes Izraelit dhe Iranit dhe shprehur se situata ka nevojë që të kthehet në një qetësi afatgjatë. Ai po ashtu kujtoi se kriza humanitare në Gazë sa vjen dhe rëndohet dhe se atje kërkohet po ashtu në mënyrë urgjente një pushim afatgjatë, thuhet në njoftim. Turqia, antare e NATO-s, është kritike e ashpër e Izraelit dhe luftës së tij kundër Hamasit. Gaza ka pasur shkatërrime të mëdha pas 2 vjetësh luftë dhe popullsia e këtij territori është zhvendosur, me raste edhe disa herë që nga 7 tetor i vitit 2023 kur nisi konflikti. Thirrjet e ngjashme Erdogan bëri dhe gjatë takimit me kancelarin gjerman, ku nënvizoi se duhet të gjendet një zgjidhje për krizën humanitare në Gazë.